ku përfundon afati 15 ditor, madje disa eksponent të vendosjes përfshirë këtu edhe në këtë studio paralajmëruan se shumë shpejt do të mbahet edhe seanca, nga se kanë ideuar edhe kabinetin qeveritar për formimin e qeverisë Kurti 3, zoti Abasi. Betet qiet. Unë jam skeptik që dikush mund të besoj që Kurti mund të ketë ofertë të sinqert politike duke i parë të trajtuarit me radhë në këtë udhëtimin e shkurtër të tij politik si kryeqeveritar. Kushdo që ka me besu që Kurti mund të ofrojë çfarëdo lloj oferte e cila nuk i futet thika pas shpinës, jo çështje vitesh, por pas muajsh, do ta provoj. Tani sigurisht që kjo provë është e dhëmshme, po gjithashtu e kuptoj që për dikën mund të jetë edhe treni i fundit, si për punën e Fatmir Limaj dhe e Nismës, që po të mos ketë një vazhdimsi sado qoftë edhe ditore e kalkulimeve politike, mund të jetë edhe fundi i tyre politik në kuptimin e asaj çfarë mendojnë që është fuqia politike, sepse por keni qenë në koalicion parazgjedhor me Nismën Social-Demokratët. Që të dyja akuzonin njëra tjetrën, ju thoni që Nisma do ta kalonte pragën, nga tjetër Nisma thotë që asa AK-ja në të kundërtën do ta kalonte pragën, po të shkonte e vetme. Kjo është një kapërcim e asaj çfarë po thoja, sepse organizimi politik është partijak, gara në fushat është partijake, por të qenurit në politik nuk do të thotë që domosdoshmërisht do të jesh në koalicion ose do ta ndjekësh dikë pas me çdo kusht, edhe kur këto janë orientime objektiva jo parimore. Do të thotë për ato kisha fjalën. Ndërsa kjo tjetra mendoj që është zbërthyer mjaftueshëm kush se çka ka bëu përbrenda partneritetit të aleancës. Unë mendoj që nëse diçka ka hull në dritë sinqeritetin e Ramush Haradinaj në kuptimin e ofertës për me bo një rrugtim politik që shpëton nga humbja. Aleanca gjithmonë ka qenë parti parlamentare, përderisa Nisma nuk ka qenë parti parlamentare, nuk e ka kalu pragun, nëse flasim për fakte. Nisma e ka kalu pragun për faktin që ju ka mundësu që përdor platformën politike të aleancës, po ky ka qenë vendimi kryesisë dhe kryetarit të aleancës në atë kohë, e që nuk është prap e rrallë kur shqiptarëve ju jep mundësi në kuptimin jo ofendues, po si në rastin e Fatmirit, kur jepet mundësia me kalu drinin, edhe bëhet mandej i verbër i shurdhër para vlerave dhe respektimit atyre të cilët i kanë mundësu një gjë të tillë, po